kështu që Lasi Vida ka të bëj me Trumpin. Po. Nuk ka pikën e lidhjes. Edhe këtë i tharë, o zotëri Nuk ka pikën, zero. Ky tipi, Lasi Vida, po merë lekët, këtu ka marrë lekët e të Trumpi, dhe Trumpi, si artisti është, a shumë që da e këti, tha, më ke faturuar, se kujtoj se nuk do të shikon të faturën Trumpi, më ke faturuar $2 milion më tepër, i tha, qërëqiri, i tha, kështu që mos të shofë më këtu në borin e shtëpisë bankë. Ju do më japë shpratë, dhe kjo tha për që t'ja mërë salës. Nuk diskutohet. Për që t'ja mërë salës dhe t'ja. Okej. Por, i thashë, o zotë i thashë, ti po flet për njëri që Trumpi i ka paguar lekët dhe Trumpi po pagoj lekët nuk të shef dot me sytë e ballit. Ai do t'i marrë lekët gjithë botën. Ajo është. Jo del ky edhe po i merr lekët. Në gjë që ta bëjmë çik më kështu. Trumpi edhe femrën e do pa lekë, domethënë edhe prostitutën e do pa lekë, jo më kët. Domethënë është një tmerr i vërtet. Po pra, edhe këta mendojnë tash që Trumpi e ka qef të madh dhe në qef të Lasi Vidës do të shku. Dhe i thash, o zotëri u thashun. Ivana Trump dihet që është fëmia i preferuar i Trumpit. Domethënë tha sigur mos ta kisha gocë, këtë tha me këtë do martohesha gjithë jetën. Ka thënë një herë Trumpi për Ivana Trumpi, në do të shmëturit. Okej. E do të shmëturit. Po. Si vidë më. Po thash mas asaj, mos dëshmi të në të gel në gjë, mas i kam unë lekët, më falë si humba në atë time. Okej, ati thoshe që në shmi përfshihet edhe kjo. Edhe ka përshku me në manë, sa të marroj punë me këto tatimet, me këto. Si thash, po flasim për Lasi Vidën, i cili i ka $2 milion borxh atij tipit që i prishet gjaku po të dha lekë, dhe veti. Ndërkohë, kjo tjetra, bashkë me burrin, kanë ardhur 2 vjet rreshta dhe kanë fjetur te Vila e Ramës. Po. Me nga 1 javë, 10 ditë, herën e parë, 1 javë, herën e dytë. Edhe ti thash si mendoni, thash që ky që futet e shtëpia e Trumpit, ja, po se ke den, po ky është kryetari, shaqam nga tu, një republikan, i thash, ka qenë para një 10 vjet dhe e kanë hequr. Po s'di që ti. Ai e kisha shkuar te CV e tij, që ishte iu. Do me thënë, ka një mungesë përputhje midis realitetit dhe asaj që krijojnë Amarildo, që ty të futet frika. Dhe do të thënë, ti thua, o zotëri, Trumpi ka një zgozën e vete këtu, e ka prur të ky, dhe e di se ai mund mos di ku bie Shqipëria, po se ku bie Dirama, i e ka të qartë se ku bie Dirama. Dhe, e mori vesh që Trumpi u kishte vu ashtu taks donarore 2 ishujve në Arktik, me pinguin, është i madh. Jo, të gjithë e marrin, të gjithë e marrin si budallikat që ka më pinguin. Po e di ç'a ndodh. Është tepër i zgjuar, jo sinqerisht më pëlqej shumë. Më pëlqej shumë Trumpi. Ndodh për shembull që anglisht ka ishull veni zyrë, se për shembull këto ishujt e tjerë që janë këto offshore-et. Këto offshore që ka pati vërtet. Okej. Këto offshore, mos ka pinguina ka dhe aty. Po, vërtet. I ka noqe dhe 3 pinguina. Bravo, nëse s'ka pinguina, ka tigra, ka kështu budalliqesh. Një ishuj të pabanuar, 6 vet ka gjithsej. Ose s'ka fare. Ose s'ka fare. Edhe ti e vure zyrën ke 10%. Bravo, u futër me kësaj, ç'a dali nga kjo 10%, kështu që i ka mu Trumpi, e di ç'a më kujton tani. Ishte ko Krishtlin, ishte dhe i djali i vogël, ishte me tëmën. Edhe, po mistrec, djali mistrec. Po ja vejmë Donald temën. Donald, që ta bëjmë Shqip. Dhe, pa i biciklet, kësë ishte, kupton, prak festash. Dhe tha, o ma, tha, do ma blesh këte? Pa nëna e thymë ndysh, kishte ku kishte lek. I tha, dëgjo, tha, në këtë kohë, tha, nuk plenë prindrit, tha, të këfëmijët, tha. është Santa, i tha që sjell dhuratët. Dhe Santa tha e komandoi ai lart tha. Pra shef sjelljet e fëmijëve çfarë kanë mendje njëri tjetrën dhe ju jep ato dëshira të dhurata, kështu që ti bën mirë tha. Të shkruash një letër tha, po të shkruash tamam të vërtetën tha, ti ta kërkosh bicikletën. Shku në shtëpi, u ul djali dhe filloi. Jesus,
dua shumë, kam qenë djalë jo shumë i keq, dhe të lutem mos sill një biçikletë. Donaldi, me shumë dashuri. E pa e kështu, një ta mbledhësisht, sepse i tha oma që duhet t'jesh tamam. I sinqert. Po, e tha, i dashur Jesus, tha, unë tha, nuk kam qenë dhe aq i mirë, me thonë drejtën, tha. Po mu tha, e du biçikletën. Po. Edhe me shumë dashuri, tha, Donaldi. E pa dhe Akoma si ishte i sinqert. Edhe tha, një të njësë për një kishë brënda. Boni kryqin, ullë për para një statuje të vogël, doli iku në shtëpi, moj statujen, e vuni aty këtë tavolina, edhe shkrojti, Jesus e do maman, tha, po shu thëmë si li biciklet, ti e di vetë se kush jam. E pa e letësoj, kjo është tamam, tha, e qoj. Jesus e do maman. E do maman, tha. Edhe Kështu është edhe Donaldi, Kështu Big Donald, kështu ishte Little Donald. kështu që me këto tarifat këtë punë po bodhej, më kuptoj. Është E filloi Bideni kështu, se jemi të mirë. Po doni maman të ky. e dini se kush jam. Bravo. Dini se kush. Asnjë dim biçikletën. Shiko, këta vetë se të kush nxjerrin mësim vetëm nga një gjë. Vajti ky më i pasur i botës. Elon Musk. Elon Musk, se ky la 100 miliard që i ran aksionet me një herë. Ja, e filloi bëri fjalë me Trumpin në dizis punë, tha. I pirë për mos mu duk më këtu. Ky kishte dhënë $40 milion që të bënte fushatën, ë? I tha mos të shoh më këtu thesëm çanë. Jo, uzi me atë tjetër, ka një këshilltar tjetër. Është gjë interesante. Edhe me këto ka ditë që nuk zgjet Trumpi. Po Trumpi zgjet dhe me vetëm, po që megjithatë nuk të lë pa lajme. Dhe tash duan ta imitojnë këta. Po ishte, domethënë është, si mund të them, showman i botës më. Po më lidhen tha 72 shtete, imagjino tani se çai bë botës, se ku jeton ai jeton në qiell. Po jo, ti janë shikoj një diçka. Janë 72 vende të botës tha që po marrin rratha me mputh bythën. Nuk kjo është trosh, domethënë se s'ke si e përkthen ndryshe. Po mbajnë rrath, janë rrath, po shtojnë njëri tjetër, me ardhmë në mputh bythën, tha, prej këtyre. Asë nuk u lodhë që të gjendë në Jo. Jo, më fare, nuk e zbukuroj, hiç. Edhe diçka tjetër, më bëri përshtypje, ti shikoj inaugurimin, për shembull, ishte Trumpi ishte më fukaraj, me 4-5 miliard. Po. Elon Musk me 450, Jeff Bezos me 400, ky tjetri, si e ka ky i Facebookut, me 400 edhe ky. Po, ishin dhe bilioner tjerë. Berisha, me këtë që i merr lekët. Me këtë që i merr lekët. Ai del me gjithë ata që i japin lekë. Dhe i rrin nga titu. Ky del me atë që i merr lekët, domethënë kjo është shëtënashme. Pasaj ka kujtim gjuhë. E di si është kjo puna Berishës me këtë lasivitën, vëlla, është një lloj për shembull si të e ke pasur të shkosh mrapa në goce. Në i femër, kështu bam te, edhe qësë është portë se ke regullu atë, si quhet ajo që të rregullo flokët, që i rregullo flokët asaj. Parukere, unë do të shkosh me parukere, të thush, të mund t'i bësh shefin vetë si ke shku me atë gocën. Ajo ka shku ke parukere, ka ikë në punë vetë, ke morë parukeren, jo atë gocën, a më këndojë. Dhe parukeren më shumë, 60 ca vjeqe, ata ke morë. A më këto, kjo është paka shumë, do më thënë, po idiotizmi i Berishës nuk ka të sosur, edhe atyre që mbështeten se nuk kanë faj më burë. Qiko, unë nuk mendoj që është idiot, por Berisha është ajo që bën provën që bëhet në laborator Samban Trau i betonit. Pa tjetër, e dija i se kë ka marë. Po pra,
Kë rreth vetes dhe me çfarë do mendoj mbushi. që e ka certifikuar një 25% budallësh në këtë vend. I ka të votat sigurt ato. Po. I ka caluar aty, domethënë sa fillo bëhet një budall tak futet aty. Ky Beloja po m'pëlqej se ky thot për shembull Beloja është Beloja, po llogarit, më të zgjudhin nga Belon, llogarit se ç'a bëhet aty. Beloja thot para 6 minuta tha do ikin në grava, tha sa fola tha me atë. Po. Mos e thot Belo, ka ikë nuk e kuptonin dha? Po, ti imagjino të është një cop nga Shqipëria shkon futet flet me Trumpin, ky me Diu, në borin perandorak. Mirë po, ka një pjesë shqiptare që i besojnë këto gjëra ti. Është në gjithë botën, jo të shqiptarëve, janë në gjithë botën. Tani janë në gjithë botën. E vërtet, po. Edhe populizmi dhe idiotizmi, domethënë dhe e keqja shkojnë tek çfarë thashën, ke stupidity. Dhe me vërtet po studioj këtë, domethënë është e jashtëzakonshme që sa do ta shpjegosh, ai nuk e mbledh dot dhe nuk është vetëm ke njerëz të pa shkollën, kjo është më keq është që dhe ke njerëz me shumë shkollë nëse është fiksu kjo ai nuk merr më asnjë lloj inputi mrena me bë 1 dhe 1 2. 1 dhe 1 4. Edhe Beloja që është shumë e bukur narrativa. Beloja tha do hiqet. Trumpi azirati ka u fare se kuptohet. Qa halli ka Trumpi, ka 72 veta të Leja 25.000 ati dhe hajde bëjmë foton, shpejt tjetëri dhe se është po mikë Nora. 72 veta ishin tu më prej lapën. Janë 72 burra shteti, po kjo ishte për kjo ishte për nxemje. Kjo me si ti dha lapën mirë ju dha. 72 dhe po më pres pikë të mjesë, dhe me të hapë syt, me figurën të i lëpi gjitha dërë bjë dhe Trump, 72 burra shteti, 72 kombe. Jo, janë 72 kombe, të shi imagjino, Gjerman, Angles, Japones. Jo, po janë gjitha. Do më thonë, a i tha të gjithë bashkë. Pra, qa ka kombe bota, i ke poshtru komplet, tash unë nuk e di se si ndjehen qytetarët e atij kombi, Gjermanët për shumë, si ndjehen. Qa dhe bëjnë janë pa dy fere? Jo. Prandaj, do më thonë, është tepër e çuditshme kjo lloj gjuhe. Ai tjetri G.D. Vance thot, nga peasant thot kinezët. Peasant janë kështu më burr, janë punëtor me mëditje. Si kemi pas qytetin përpara ato ishte bujkrop argatët. Kjo është pak a shumë po ta përkthesh. Tha peasant kinez, domethënë që po ta marrësh kulturën europiane, e kemi pak dhier pavarësisht librave, e kemi shumë të narrativën e kemi shumë të vogël ne ja pse i bi as 6-700 vjet nuk kena që gjallojmë, kena prish një dy kultura, i kena rënu komplet, po që ashtu tretën, po që nuk kemi ndonjë gjë tjetër. Ata janë 2000 vjet, domethënë kur ne se di nuk hashim mishin ose hashim gjallë, ato boshin barutin. Ti thush pesën aty, është guxim, është guxim. Shiko, kanë të vetë ndjerën, siç ka të vetë ndjerën edhe Beloja. Po. Jo, ndryshe nga ndryshe nga Beloja. Këta i hoqi, ky hoqi tha, në grado ka punë bibes, tha dhe shë.